Ende nuk po vërehet as pak se nuk ka filluar zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale, pasi aktivitetet e kandidatëve për kryetar të komunave të ndryshme nuk kanë të ndalur, e sidomos ata të Çajirit. Kandidati koalicionit të Vlend për këtë komunë, Izet Mexhiti, ka vizituar Shëngyl Hamamin, nga ku informoi se ai objekt do të restaurohet. Mexhiti tha se Çajiri do të jetë vatër e kulturës. Për restaurimin Shëngyl Hamami do të bëhet shtëpia e shoqatës pas restaurimit. Shëngyl Hamami do të bëhet shtëpia e shoqatës Jeni Oll dhe shoqatës Lilian, pra njëra që përfaqëson komunitetin turk, tjetra që përfaqëson komunitetin bosnjak në komunën e Çajirit, duke u shndruar në një qendër kulturore moderne për pikturë, muzikë, letërsi dhe krijimtari artistike. Para fushatën e ka vazhduar edhe kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim Bujar Osmani. Ai gjatë një udhëtimi me makinë ka shpërndar një video në rrjetet sociale, nga ku premtoi se Çajiri do të ketë këshillin e diasporës për mbështetje, investime dhe zhvillim të komunës. Pastaj binjakëzime me komuna dhe qytete evropiane, ku jeton dhe botërore, ku jeton diaspora jonë, për të ndërtuar ura të reja bashkëpunimi dhe zhvillimi. Do të hartojmë strategji lokale për diasporën, dokumentin e parë në nivel komunal që do të forcoj lidhjet mes nesh dhe do të krijoj rrugë të reja për bashkëpunim afatgjatë. Përveç kandidatëve për komunën e Çajirit, para fushata vijon edhe në komuna tjera, duke përfshirë edhe ata që janë kandidat të pavarur.